Kuvendi i Shqipërisë në rezolutën për veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë për vitin 2024 i kërkon Bankës Qendrore të forcojë mbikëqyrjen mbi kredit në sektorin e ndërtimit dhe ato të mbështetura me pasuri të paluajtshme, si dhe të monitorojë ekspozimin ndaj kredimarrësve të mëdhenj. Qëllimi është diversifikimi i portofolit të kredive dhe ruajtja e qëndrueshmërisë së sistemit bankar. Për një korrikut janë në fuqi kufizimet e reja për kredit hipotekore. Raporti i kredisë ndaj vlerës së pronës nuk duhet të kalojë 85% për shtëpinë e parë dhe 80% për të dytën, ndërsa raporti i këstit ndaj të ardhurave kufizohet në 40% për shtëpinë e parë dhe 35% për të dytën. Këto masa synojnë uljen e rrezikut të mospagesave dhe humbjeve bankare në rast të rënies së çmimeve të pasurive. Raporti i kredive me probleme ka arritur 4.4% në shtator, niveli më i lartë në 10 muajt e fundit. Kuvendi kërkon nga Banka e Shqipërisë të ketë një qasje të matur në ndërhyrjet në tregun valutor, duke kufizuar blerjet e valutës vetëm në raste të nevojshme për të ruajtur funksionin vetrregullues të kursit të këmbimit. Në 2024 banka bleu 933 milion euro, ndërsa në 9 mujorin e parë të këtij viti rreth 800 milion euro, çka ka ndihmuar në ngadalësimin e rënies së euros ndaj lekut. Gjithashtu kuvendi kërkon Bankës së Shqipërisë të forcojë mbikëqyrjen mbi institucionet jo banka dhe zyrat e këmbimit valutor, të zbatojë plotësisht rregullat e reja financiare dhe të garantojë sigurinë kibernetike për bankat sistemike dhe sistemet e pagesave.